Presidenti Vjosa Osmani është takuar me homologun e saj sirian Ahmed al-Shara, i cili mori detyrën në dhjetor kur formacionet ushtarake që i drejtoi e rrëzuan pushtetin e Bashar al-Assadit. Takimi për të cilin Osmani tha se hap kapitujt e bashkëpunimit në mes të dyja shteteve u realizua në kuadër të edicionit të 4 të forumit diplomatik të Antalyas në Turqi. Ajo theksoi se Siria, ashtu edhe Kosova ndajnë bashkë vuajtje të njëjta nga regjimet diktatoriale e gjenocidale. Populli i Kosovës dhe populli i Sirisë kanë përjetuar vuajtje të panumërta nga regjime diktatoriale e gjenocidale në luftën e tyre për të qenë të lirë. Sot me presidentin e Sirisë së lirë, zotrin Ahmed al-Shara, kishim takimin ton të parë për të hapur kapituj të ri, bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve tona. Kosova dhe Siria ndajnë plak të njëjta, dhimbjen e luftës, shpërnguljen e sfidat e rindërtimit. Ndaj Kosova është e gatshme ta ndajë përvojën e saj në ndërtimin e institucioneve demokratike. Siria nuk e ka njohur Kosovën shtet, por shqiptar që kanë qenë pjesë e formacioneve të armatosura dhe kanë luftuar për vite kundër regjimit të Asadit, kanë thënë se njohja mund të vijë shpejt pas ndryshimeve që kanë ndodhur. Presidenca e Sirisë që ka njoftuar për takimin Osmani al-Shara, shtetit ju referua me termin kushtetues Republika e Kosovës. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Mustafa Bajrami thot se takimi mund të jetë ndërmjetësuar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan për shkak të ndikimit të tij të madh në Siri dhe në rrëzimin e pushtetit të Asadit. Ai thot se ky takim mund t'i paraprijë një procesi drejt njohjes së pavarësisë nga Siria. Takimi midis Ahmed al-Shara, liderit të Sirisë dhe zonjës presidente, Vjosa Osmani, konsiderohet i rëndësishëm, i peshës e vet, i nivelit e vet, dhe unë pres edhe një njohje pra të re për Kosovën tonë. Aq më shumë nëse në lojë është Turqia, presidenti Erdogan, i cili që nga para lufta, gjatë luftës e pas luftës e deri këto momente kur po flasim, është në vijën e parë të shteteve të cilat e kanë ndihmuar vazhdimisht Kosovën. Para takimit me homologun sirian, presidenti Osmani është pritur nga presidenti i Turqisë. Në njoftimin për këtë takim, ajo shkroi se presidenti Erdogan është zë i fuqishëm dhe një shtyllë e fortë mbështetjeje në çdo etapë të shtetëndërtimit të Kosovës.